Në seancën e sotme në gjykatën e posaçme ndaj Laert Haxhiut, i penduari i drejtësisë Artan Tafani ka dhënë dëshmi të hollësishme për atentatin e dështuar ndaj Recep Ginës në Lushnjë. Sipas Tafanit, atentati ishte planifikuar me detaje nga ai dhe Laert Haxhiu, të cilët kishin vendosur të maskoheshin si gra për të shmangur identifikimin. Ai tregoi se kishin veshur fustane, paruke dhe maska plastike, ndërsa ishin grimuar edhe me make-up për të dukur sa më bindës. Sipas dëshmisë, veshjet dhe aksesorët ishin siguruar nga dashura e Haxhiut dhe nga një shoqe e saj. Tafani deklaroi se Recep Gina ishte mbajtur prej kohësh në vëzhgim dhe se lëvizjet e tij filmoheshin vazhdimisht, ndërsa pamjet i dërgoheshin Laert Haxhiut. Ai rrëfeu se ditën e planifikuar për atentatin kishte veshur fustan të gjatë të zi, ndërsa Kalashnikovin e mbante të fshehur poshtë xhaketës. Bashkëpunëtori tjetër, sipas tij, ishte veshur me një fustan në ngjyrë kremi. Ndoshta atentati dështoi pasi, sipas Tafanit, objektivi dyshoi, sapo i pa, ai u largua menjëherë nga zona bashkë me personat që ndodheshin pranë tij. Në dëshminë e tij Tafani foli edhe për raportet e Laert Haxhiut me Suel Çelan, duke pretenduar se ky i fundit kishte premtuar ndikim për mbylljen e hetimeve lidhur me vrasjen e Elton Mermali në Peqin. Dëshmia: Laert Haxhiu kishte kontakte me Suel Çelan. Çoi fjalë Suel Çela se e ka mik shefin e policisë së krimeve në Elbasan dhe e ka në dorë çështjen e Peqinit. Vrasjen e Elton Mermalit ta mbyllun. Do ta mbyll, tha ai, por nuk po e mbyllte pastaj. Prokurori: keni tentuar vrasjen e Recep Ginës? Tafani: ka qenë pas kësaj të Durrësit, u arrestua Lulzim Spahia, e dërgoi Laertin në Laprak të merrte ca hashash. Shkon Lulzimi, sa merr qeset e hashashit, e kap policia. Çështja e Recepit ma kishte përmendur Laerti që në Athinë, në Greqi, thoshte se ishte shoku i Aldo Bares e kështu. Recep Gina ruhej, ai rrinte tek lokali i vet. Kur kalonte Lili Lala, i bënte video dhe ja niste Laertit. Edhe Eca Ushi, shoku i Laertit, i bënte video dhe ja niste atij. Domethënë kishte kohë që Laerti e vëzhgonte Recep Ginën. Më vonë i vuri pas një çun. Nuk ja mosova emrin, por ai e ka ndjekur për 1 muaj e gjysmë. E dashura e Laertit dhe shoqja e saj na gjeti 2 paruke, një bjonde, një gështenj. Na gjetën edhe një fustan, se Laerti tha që të shkonim të veshur si gra. Pastaj na gjetën edhe ca rroba të tjera. Kishim edhe mask plastike. Na i lyen këto gocat me make-up. Të nesërmen do të shkonim të vrisnim Recep Ginën. Mora unë rrobat. Ishte planifikuar mirë si do të bëj. Makina ishte në garazh. Morëm maskat, rrobat, armën Kalashnikov dhe u nisëm. Do takohesha me Fatjon Veliun në Çerm të Lushnjës. Laerti qeme një ML. Kishte edhe Firdeusin me vete në makinë. Unë u nisa për në Çerm. Laerti ishte para. Gjasme edhe për të kontrolluar rrugën. E mora Veliun në Çerm. Më pas i kemi rënë nga Peqini për të dalë tek Varrezat në Lushnjë. I kishim studiuar më parë rrugët. Para se të shkonim tek Varrezat, do rrinim diku aty, derisa të na thoshte Laerti të niseshim. Aty unë do të vishesha e do të shkonim tek Recep Gina. Laerti ishte diku tjetër. Unë u bëra gati. Fatjon Veliu nuk donte të vinte, dridheshe nga frika. Në një moment Laerti na thot: nisuni. Komunikimi me chat, email. Unë nuk isha parë një mesazh të mëparshëm të garazhdit për të marrë një çelës në garazh që Laerti ma kishte lënë diku. Pastaj Laerti po më shante dhe ofendonte edhe mua edhe Fatjonin. Unë ja mbylla telefonin, i gjuaja makinës nga nervat. Një moment pastaj na thot nisuni. Unë vesha një fustan të gjatë të zi dhe një xhaket. Kallashin e kisha poshtë xhaketës. Fatjoni e kishte fustanin ngjyrë kremi. Unë nisëm. Ne e kishim programuar se si do të futeshim, nga do të dilnim. Shkoj deri afër një kanali kullues. Kur shkova aty, Recep Gina ishte mbështetur tek një mur. Ishin edhe 2-3 të tjerë aty. Sipas vëzhguesit, unë e dija se si ishte veshur. Unë isha i mërzitur, nuk doja ta bëja, po mendoja si mos e bëj. Me atë veshje dukesha si ndonjë lën nga trut, si kloun. Ashtu thoshte ai, do të veshësh këtë, pik mbaroi. Unë kalova përpara atyre. Më pan ata mua. Më pa ky mua, u çua në këmbë. Më pasi i trembur. Kur u ktheva prapun, ai më tha yt. Unë kisha automatik, kalova rrugën, dola nga doikja, hipa në makinë dhe i çova voice Laertit. Nuk ishte aty, kishte ikur. Laerti mori vëzhguesin që kishte ikur. Ai mori vëzhguesin dhe i tha të rikthehet. Por Recepi e të tjerët, si duket kishin ikur. Kështu që edhe ai i tha Laertit që po, pas kanë ikur.
Më tha Laerti, nisu për shtëpi, lash Veliu në Çerm dhe u ktheva në Tiranë.